Allahu Ekber, Allah. Hajde, bismillah. 16 minjerë, e tjerë jashtë minjerë. 16 Ramazani minjerë. Minjerë, po. Jemi në minjerën e Trepçës me 805 metra thellësi dhe sot ky smet me lejen e Allahut do të bëjmë iftar me disa prej punëtorëve të minjerës. Pra iftari po bëhet gati, kena dykon edhe një 20 minuta. Na i kena prunë prej Prishtinës pak bukë dhe do pije prej Sultan Kollës edhe ëmbëlsirat nga Liri. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hajde, bismillah. Unë jam Rasim Gjinovci, punoj që 16 vite në minjerë. Unë punu 11 vjetë minjerë në Artanës. Tashti që 6 vjetë jam në stani tërk. Punoj si dzehtar. Punoj kështu kolektivisht mirë, me kolegë, me shokë, mirë kalojmë, pa gjerojmë gjithë. Rrethonat janë gjitha. Ka pljohen, ka temperaturat larta, janë gjitha. Është punë e rëndë, kuptohet, puna e dzehtarisë është punë e rëndë. Zakonisht gjithmonë jena të rrezikun. Po që më bëmë, jena mësu. Samir Zahiti, jam mbikëqyrësi ndërrimit tonë horizontin e 11. Ka pas raste që në Ramazan njerëzit kanë qenë pa syfër, e kanë bën jetë me ujë, që me thonë me të funit ata, edhe kanë shty pa problem. Domthon çka që është vullneti eliminatori që e përballon domthon edhe veç me ujë, edhe janë dalën sipërfaqe në kom. Janë dikon 800 e diçka metra janë dhenë sipërfaqe. Kur kanë dalë agjerush. Nuk është 800 metra me ecë drejt, po domthon përpjet gjithçka. Fatmirësisht kena arrit me kriju atë raport edhe kështu shihem me njëri me tjetrin. Domthon tamam kolegë edhe po jemi një kolektiv i mirë, i kalojmë sfidat. Tash do shkuam me një vend hapësirë me 2 prej agjerosëve, të tjerë vazhdojnë punët e tyre, na po shkojmë ta dy bashkë me kështu një vend pune më afër që është. Ku temperaturat sa ishin këtu parapërsisht? Këtu janë të në koridor janë as 20 gradë nuk janë. Jo, tash ku po shkojmë na? Sa është temperatura? 30 gradë. 30 gradë. Vetë sa bënë një kaura të quen që kepën që të punë të veta. Po, ne. Shumë në për opinion, edhe kërë në mojtë të pa greva të këtë Po, po. të kështë që atës përnëvët për gjatë të plena në
shtëpu, ku i bojmë vrimat, edhe që mas prame që i mushëm municion. E këshyru me konstatojmë, ka vatëm na i thojna, i hjekum rrezikin, atëherë vazhdojna me shpem. Shpojna edhe zakonisht i mbushëm, ka ora, në varet për ndrimit, ka ora 10, gjysmë 10, atëherë vazhdojna me dhezjen e municionit, i cili bojmë e pregaditëm në nxehjen për ndrimin tjetër, edhe vazhdojna na hecmi Edhe që vend punës jetu agjëru, do më thonë, Po, se prish Ramazanin. ja se prish Ramazanin, edhe pse për shkak se ka vështërsi pe pluhnit, ka pe temperaturave, ka pak zakonisht për momentin nuk ka gaz, nëse këme pas edhe gaz në është edhe pak ma vështirë janë për bllokimin e hundve, sinozve, tyne, po për momentin këtu I soti Ramazanit që kërë se bol mend, që pa i gjërën? 20, I 20, ja? 20 po. Këtë minjera apo jashtë minjerës? 16 minjerë, e tjertë jashtë minjerë. 16 Ramazanin minjerë. Minjerë po. Iftar syfër varet për ndrimit shqyzën, ha? Varet për ndrimit shqyzën. Zakonisht falimderit për këty ne kanë mundësu pak për kohë. Po falimderit mas pari u takon ty në udhëhecve, tani edhe neve qështu me punën tonë që e bojna. Po me stafin tonë, inxhinjere, drejtore, bykqyrëse, udhëheca teknike, këtë kalojna shumë mirë. Skënder Ademi, fshati Zabarq, në 7 orë të 89 jëmë pëmësu, në gosht në kanë nërgu shkjetë. Do më thonë për vjetë? 11 muaj kam pra lufse, 14 vjetë kena najtë pa punë, 2004 jëmë pëmësu, vitin e kum pare, kum pas mirë mbajtje minjerë, herë për jashtë, për 2005 transparquet ajo njësia jonë, që të kujnë zbrit me këpë, që të afer e kam venën e punës.